Drejtoria antikontrabandës dhe drejtoria monitorimit në bashkëpunim me koordinimi intensiv me degët doganore në Durrës dhe Kakavi kanë bllokuar 5340 palë atlete që qënojnë pronësinë intelektuale për markat. Madhrat u përkasin markave Christian Dior dhe New Balance dhe bllokimi u krye në dyshim për cënim të drejtave të pronësisë intelektuale. Bllokimi i madhrave u realizua në kuadër të angazhimit të drejtorisë përgjithshme të doganës për garantimin e barazisë në tregtimin e lirë zbatimin e ligjit. Strukturat doganore po vijojnë verifikime të mëtejshme për rastin fjalë. Lidhur me këtë ngjarje, në njoftimin e saj të publikuar, njoftohet se doganat kanë bllokuar mallat të dyshuar për shkelje të pronësisë intelektuale. Strukturat e administratës doganore kanë bllokuar 5340 palë atlete të dyshuara për shërim të drejtave të pronësisë intelektuale. Bllokimi u realizua nga Drejtoria Antikontrabandës dhe Drejtoria Monitorimit në bashkëpunim me degën doganore në Durrës dhe Kakavi, në kuadër të kontrolleve për respektimin e ligjshmërisë së tregtisë. Strukturat doganore po vijojnë verifikimet për rastin, ndërsa administrata doganore mbetet angazhuar për të parandaluar çdo tentativë abuzimi dhe për të garantuar konkurrencën ndershme në treg, përfundon njoftimi zyrtar.